rreth orës 20 jam taku me pronarin e marketeve Xhedis në Shkodër dhe pretendimi i tij ishte se kishte kërkuar numrin tim personal, telefonin tim, e kishte kërkuar avokati i tij. Pasi pak kohë më parë në një media sociale, rrjet social, kanë publikuar disa video dhe i kanë marrë media të ndryshme, i kanë publikuar ku ai kërcënonte një qytetar. Dhe avokati i tij, me pretendimi ishte që avokati i tij kishte kërkuar takim me mua për të diskutuar se çfarë faktesh kemi lidhur me këtë kërcënim. U paraqita në një mënyrë miqësore, pasi ja kam pak kohë më parë kam pirë një kafe me zotërinë dhe u paraqita krejt i pa vetëdijshëm, i pa mbrojtër, asnjë gjë, nuk prisja goditjen. Dhe ky është rezultati i takimit me pronarin e marketeve Xhedis, Prel Gjoni. Ishte veti katërti, ku 3 nga ata u involvuan në goditjen time. Personi i katërt u mundu të ndante, të largonte dhe u mundu të merrte në lokalin e tij të ndihmonte. Të 3 nga ata persona kanë goditur në mënyrë të pamëshirshme. E gjithë goditja erdhi si rezultat, si shkak i detyrës, i punës si gazetar, sepse unë me profesion jam gazetar, i lirë, si në Suedi, ku banoj, edhe në Shqipëri. Përveç një shamje, asnjë fjalë më tepër. Përveç një shamje që më ka bë, asnjë fjalë më tepër. Dhe unë nuk e prisja, isha komplet i paprigatitur për këtë goditje, për shkojnë në mënyrë komplet pasore, dhe sepse nuk e prisja. Siç e thash më herët, unë kam pi kafe me të dhe nuk më ka shpreh që ka ndonjë armiqësi me mua, ka ndonjë hatërmbetje me mua. Ditën e sotme kam publikuar një video ku thotë që ka ushqime të skaduara në Shkodër. Një rrjet marketesh ka ushqime të skaduara. Këtë video kam publikuar në rrjetet e mia sociale, si gazetar i lirë që jam, kam publikuar në rrjetet e mia sociale, ku nuk pretendoj të jap në asnjë media apo të bëhem pjesë, thjesht për ushtoj detyrën time si i lirë dhe e gjithë ajo që nuk du të theksoj apo nuk di që të ketë nga kush informacion që bëjmë fjalë për dhe. Pra nuk është diçka që ai ishte involvuar drejt për drejt. Nuk ka një emër, nuk ka asnjë gjë ajo video. Është thjesht e verifikueshme, është komplet thjesht e verifikueshme, lehtë verifikueshme, ku shifet se nuk ka një emër, nuk i drejtohem kujt me emër. Dhe nuk e di nëse ati i ka personit fjalë, i ka djegur duke qenë i vetëdijshëm për çfarë tregton, pasi të kryej procedurat me policinë, e gjitha që kam me mjeku ligjor, e gjitha patjetër që ta publikoj atë video, sepse bëhet fjalë për një rrjet marketesh ku po helmon popullin shkodran dhe kjo goditje sonte është një mënyrë për të na bërë heshtim. Po kam marrë përsipër një detyrë, jem gazetar, jem i lirë dhe mos shantazhohem, edhe pse dhunohem, do i dal në kry, do i shkoj deri në fund gjitha këtyre abuzimeve, sepse si unë, edhe gjithë ne kemi fëmijë, kemi familje dhe nuk është e drejtë që bëhet fjalë për ushqimin, nuk bëhet fjalë për gjana të vogla, për ushqimin që gjithë ne konsumojmë. Sapo kam bërë një denoncim, këtu ndodhemi para policisë, kam bërë një denoncim ku përmendi emrin e tij, përmendi gjithë historinë dhe vazhdimin e videos sapo përmendet, do ja lë AKU-s dhe organeve përkatëse pastaj për më tepër.